s'ka propozuar antarët komisionit, shkeli mund tjetë edhe këta që s'kanë votu për ose kundër votimit fshet, edhe ato llogaritën shkeli. Tash të nëse do na me interpretu kështu. Apo është interpretive apo jo? Jeni këtë jashtë gjykimit. Jeni jashtë gjykimit. Na jemi të dhënë, domethënë Halilio ka jep konotacion veç nga një aspekt. Thot forma qysh Avni dhe Arja ka çu seancën është shkeli. Në ndërkohë po them që shkeli është se s'kan votu as pjesa tjetër e deputetëve. Po s'ka drejt me votu se bën shkeli o koleg. Bën shkeli. Unë e përsëris dhe e mbyllish. Votimi, vota e deputetit është me fuqi absolute në Kosovë. Nëse shumica Nëse unë plenore, ku të konstituohet vendi? Ku të dush ti, shumica nëse vendos që ashtu ka me shku. Kjo për mua nuk ndryshon se ky është interpretimi jam, në gjykatën kushtetuese ka shku ka drejt. Zoti pyesi. Në gjykatën kushtetuese nuk ka shku një veprim ose një pasojë e kuvendit Kosovës. Ka shku një pasojë procedurale që s'po mund bëhet kuvendi Kosovës. Tentativë për të marrë një vendim. Lutem, domosdoshmë ande s'kemi vendim. Jo. Prandaj e ki keq zoti Roma. Jo, se shkoj keq, Roma shumë mirë. Atë po në pjesën e tij ne interpretim fatal të kesh. Zotë Matoshi, shumë mirë është Jalil. Shumë mirë. A mundet ta kenë gjithë mirë prezant? Okej. Themi te baza shkurtimisht. Kjo është kështu fitet hajgallëgjit flokë. Themi te baza shkurtimisht. Halil, ma e për veti interpretimet, bro, Halil, po ma e për veti. Ti si ekspert juridik, po as kushtetues, po interpretimi yt është ky. Hiç me skon si çaj fytyn jo fidon. Po jo ka shumë. Shkruan vetëm pak. Intermezzo para se ta dëgjojmë se dua qartësinë ose pa qartësinë ta dëgjoj nga Rama, po. Nuk e tulon, ish deputet. Nuk e tulon. Çka po shkruan ish deputeti? Ish deputeti dhe nikosisht kolegu I Halilit në Institutin Demokratik të Kosovës, Driton Selmanaj. Çka po thot? Po më thot ndrimi I procedurës së votimit, I cili po na ndjek dhe e përshëndesim, ndrimi I procedurës së votimit bëhet vetëm me mocion procedural, që e bëjnë vetëm deputetët. Ani çka ndodh? Mocioni votohet brenda soncës së vetë. Që kjo e çfarë thonë dhon? Në rast konkret shkelja në rastin konkret shkelje e plotë e kushtetutës mënyrës si po sillet Behari. Ç'është? Kjo po thot për diçka tjetër. Në rastin e seancës konstitutive nuk lejohet asnjë mocion procedural. Jo, s'është vërtet. Mënyra e votimit përcaktohet në fillim. Mënyra, ta lexojmë një herë pastaj. Mënyra se ne I respektojmë edhe deputetët edhe ata që na shikojnë. Në rastin e seancës konstitutive thotë nuk lejohet asnjë mocion procedural, mënyra e votimit përcaktohet në fillim të seancës konstitutive dhe me konsenzus të plotë dhe nuk mund të ndryshohet gjatë zhvillimit të procedurës. Po, kam qenë pjesë e shkrimit të rregullores për 5 vite. Po gjykata apo çdo një interpretim më vonë. Gjykata kushtetuese nuk thotë që rregulloria e përcakton kështu. Aty djalit përkundrazi. Si ku shkruan? Cilin ent rregullores? Cilin ent? Rregullores Kovendit ajo, po flet për rregullores. Jo, po as rregullore Kovendit nuk e rregullon në seancë konstitutive. Unë thash nuk e di nëse ka çfarë një se tash na po kapim pjesë veçantë. Vota e deputetëve të Kovendit është votë plotfuqishme dhe ata mundin me vendos çka dojnë brenda seancës. O deputetët duhet me zgjedh mënyrën e zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve. Dhe mënyra e zgjedhjes edhe këtu e ka lejuar në dy mënyra. Domethënë deputetët vendosin me shumicë çu duhen me procedurë. Sa çtojmë të thonë bron se votojnë. Kështu që pelojmë çu po thotë Alili, s'ka problem. Okej, vazhdo Rama. Në aspektin e përgjithshëm, vendimi I gjykatës kushtetuese ka dhënë çarësi të plotë. Veç ka thonë kështu, I ki 30 ditë. Nuk ka nevojë me të kallëzuar as shkon zgjedhje, as çka bën as kur gjë thotë I ki 30 ditë që ti duhesh me e kryqet punë. Çka ndodh mas 30 ditë, nuk ka nevojë me ta vizatuaj kushtet. Po një paragraf ka dalë po që zgjedhet për jashtë. Po s'është ashtu. Nuk është ashtu, s'mundet me dinal gjykata zgjedhjet ty. Po I kanoni Po s'mundet me dinal, që mas 30 ditë. Shiko, s'mundet me dinal gjykata zgjedhjet. Ka polici, fal. Po ani dhe as policia s'mundet me dinal. Qitu e ka shku që jo, ai detyron ty me I gjet, për ndryshe, nëse ti nuk I zgjedh institucionet, as në burg nuk shon se e ki gabim këtë punë e burgut që do ta shmish çuton në burg. Është një ndërshkim. Është ka cenim, është një ndërshkim Halil këtu. Është vota e qytetarëve. Kaq është. Gjykata kushtetuese ka thonë kështu. I keni parti politike, po më ka me po puç bilan këtuese pa pasojë. I keni jo demokracinë. Kush po thotë se s'ka pasojë? Kjo puç. Kush po thotë se s'ka pasojë? Apo ai thotë se ka 10% vetvendosje. Tjetër sa në ndëshkimi votës. Është ndëshkimi votës. Jo, s'është interesant. Na po flasim për rendin demokratik, rendin Kosovë që nuk Okej, ndëshkimi përmes votës është forma Halil, puç është shumë e rëndë këtë thuhet puç. Është forma ju e dini që ka puç konstitucional, kushtetues, ka puç ushtarak, ka puç partijak.
që kjo është puç partijak, blokoda e sistemit, kjo sfidim i sistemit. Edhe tu e që sistemi kosovar nuk ka mekanizm mbrojtës, sepse s'ka mekanizm që bërë demokracinë. Sepse demokracinë supozohet që do duhet me bërë partia fituese. E mbrojnë demokracinë institucionet tjera, e ki presidentin edhe ki shumica e partive politike. Demokracinë e mbrojnë më shumë ti check and balance komunikimin dhe mjetë pushtetit. Që vendosin ato e kontrollojnë kush ik edhe kush ishte do balancon. Po kështu do duhet ishte. Ky zotëri është të bllokat, e kupton me zërat e reja që mban së shpejti. Çarçon apo pa çarçon? Jo çarçon, absolutisht lutem. Lexo nën 108. E ki aty, nën 108 konsideron se zgjedhja jashtëzakonshme si zgjidhje opsionale i refuzon literalisht. Kush e refuzon? Gjykata kushtetuese. Se vetë kush gjykatën hiç. Ka zojtë. Do më ti si Albini tash, po një gjykatën. Sepse nëse nuk i zgjidhe mas 30 ditë gjykata, s'mundet me ta marrë ty me të votu me shtime zonë. Po çka bëhet pas 30 ditëve? Presidenti. Absolutisht, dy opsione janë. Potencialisht mundet me lyp edhe na shtërim shtesë në gjykatë, se si me vepru, e dyta e ka ingerencën e plot kushtetuese me çu vendin zgjedhje, thotë s'po pajtoni, ecën në zgjedhje edhe kaq. Sepse s'mundet me met këto jetën kështu bllokuar. Po do të shkruaj këtë dikun me fiton të lutë. S'ka nevojë me shkru, sepse ta ka sqaruar, i ki 30 ditë. S'ka nevojë as më të vëzatu. Thotë mas 30 ditë nuk e keni bë, piçojmë burg në një është për ta lirë edhe në dy po shkojmë në zgjedhje, po arbitrare. A shkon çika dikun ka dy? Po që arbitrare është, vendi shkon zgjedhje. Po shkon kushtetutë, aja kompetencat kushtetuta. Po, kompetencat i ka presidentja për zgjedhje. Po. Edhe për zgjedhje nivel lokal, edhe nivel republike. Do të thonë, veç presidenti është që ajo i shpo zgjedhjet. Konsideron që s'ka asnjë autoritet tjetër nuk ka. Po s'ka. Por në këtë situatë, do të thonë, sipas mendimit tim, presidentja duhet sa më shpejt me kërku edhe një sqarim gjykatë kushtetuese. Po. Sepse gjykata kushtetuese s'ka pas të drejtë të jep mos. Mosa kishte me qanë, nëse konstituohet për 30 ditë, shkojmë zgjedhje. S'ka pas drejt gjykata. Çka tash pyetja është, çka do të veprohet, ç'është të veprohet pas 30 ditë? Po kjo parashit, sipas mendimit unë jam optimist se brenda 30 ditë do të konstituohet parlamenti. Optimist. Unë som optimist hiç me këtë. Po më merr mendja që duhet sepse është e liçuar kjo. Rama po insiston. Fituesi zgjedhje pyet thotë po diçka që ka të mend, ju po thoni jeni optimist. Po vetëm pak. Ka mundsi. Ti tha që është qartësuar situata. Po. Unë ku e shoh qartësimin. Unë po shoh pa qartësi. Jo, të 30 ditë që shoh qartësimin, i ka ditur. Jo të 30 ditë, të përgjithësitë e vendimit. Jo, i ka detyruar deputet, krejt komplet. Ka bë balancë. I ka thonë kështu, teton keni përgjegjësi që brenda 30 ditë. Ose me zgjedhje të institucion, ose me kthy qytetarit i cili ai ju ndeshkon juve në votës. Kaq është kjo është. Që tu janë dy sen kjo është. Ma demokratike nuk ka çysh. Është leximi i dur, sipas i përgjithshëm dhe i përmbledhur, sepse unë nuk jam as gjyqtar, as ekspert, as jurist, as kurrë. Politikisht po mundona me sqaruar kështu. E dyta, ku e tha më herët zoti Kryeziu, ka pas praktik në 2021-ën, ku gjykata ka vendosur me shkon zgjedhje. Ka thënë decidivisht vendi shkon në zgjedhje. Unë nuk e di tash, ndoshta me sqarim shtesë presidentes. Cila kërkon, çka ndodh mas 30 ditë, ndoshta e thot. Që mundet më ia thon direkt është në jurisdiksionin tuaj politik që me vendos vendi me shkon zgjedhje, por nuk ka veprim tjetër pos zgjedhje pas 30 ditë, kuptojeni? S'ka, sepse presidenti s'mundet me zor me detyru në timshel edhe 2 javë ditë, deti ty mbi bardhë dhe i zgjidhje çu doni. Nëse s'ka u di, presidenti ka veç një veprim, me i pyet cila është data e zgjedhjeve. 30 deri 45. Mirë, indirekt i mirët mandati. Mënyrë indirekt, i mirët mandati, sepse nuk e ka shtormbush detyrën që ka marrë nga kushtetuta. Përkundër kërkesave, 1, 2, 3, përkundër thirrjeve gjykatës, presioni qytetarëve, edhe në fund ai ndeshkohet me votë. Kush ja merr mandatin zoti Kryeziu? Kush ja merr mandatin? Zgjedhjet e reja. Zgjedhjet e reja. Presidentja pa parlament? Pa parlament. Ato s'kan mandat njëre. Pa parlamenti Po ka parlament. Pse s'ka parlament? Çuë koleg, pse me po qitni veç pe qitni në lajthitje komplet një popull. Po do këty. Sa në që si dini vetë një për burra, nuk shkon Kosova zgjedhje pa parlament. Pa vendos parlamenti Kosovës dhe mush për bon, nuk shkon vendin zgjedhje. Tauland, a ka mundësi që të shkohet zgjedhje pa parlament? Pyetje shumë e vend, o menoj zgjidhja është kështu. Nëse eventualisht nuk zgjidhet konstituohet kuvend, nuk mandatohet kuvendi, se deputetët janë mandatu, po kuvendi nuk është mandatu brenda 30 ditë. Zgjedhjet është opcion jashtëzakonisht real. Po mënyra se a mund si shkohet të zgjedhjet, përveç në 2 mënyrave që i tha Profa edhe mënyrë shkurt i tha Fidani, mënyrë që ka dhe mënyrë tretë. Unë mënyrë që ka gjë është guxim për presidentin mi shpall zgjedhjet. Ndoshta presidenti ma të udhës
i drejtohet gjykatës kushtetuese, se sa më shpall zgjedhjes është goxha është rrezik i madh më shpall. Se mund të jetë shkelja e kushtetutës. Po, mund të jetë, edhe mund të me njëherë do të atakohet vendimi i presidentës. Kështu që më mirë ajo me shku me pyet kushtetuesën, një opcion, 2 me kërkues sqarimet çfarë profa. Me kjo kushtetuesja sa merr kohë nëse do ta pyeste? Pa çështë 3 javë deri në muaj ditë. Edhe dy të marrë nuk kërku sqarime shtesë, edhe një pyetje veç edhe një edhe për provë që do të ma konfirmon nëse jo se mund për praktike, unë besoj që nëse ato dyja nuk konsumojnë prap, deputetët kanë të drejtë në mënyrë të njëjtë me dërguar në kushtetuese të konsideruar se seanca konstitutive nuk është përfundu dhe me kërku me ballë një pyetje në lidhje me që të pas 30 ditë nuk është përfundu seanca konstitutive, si akt kushtetues që keni konsideruar ju, çka sepse s'na keni dhënë sqarime, edhe aty mundet me thonë që duhet me shku zgjedhje. Mundet me thonë aty, mundet me thonë që duhet me shku zgjedhje. Deputet më kompetent është presidentja. Se presidentja ka legitimitet dhe legalitet të plot prej autoritetit zyrtar të shtetit, sepse qeveria është në detyrë, parlamenti nuk është i konstituim, vetëm është presidentja. Po, për s'ka gjykata kushtetuese pe pranon, po thotë që deputetë janë të mandatuar edhe ja u pranoi kërkesën e bonit pranëshme që menim me deputet që këtë kërkesë ku dërguana. Problemi nuk mund të bëjë një konstitucion presidentja nuk e ka kërkesa nuk ka qenë adekuate. Zoti ky është ziu, zoti Roda, se ka presidentja këtë inxherencë me falë. Po e ka pranuar si ti, po nuk e ka trajtuar çështjen, a kupton se kjo kërkesa e deputetëve është për ligj. A kupton? Nëse ligji e konsideroj. Po e konsideroj si pol të autorizuar, në rregull. Po mundën prapë dhe deputet me bëni një gjë. Për shembull, konsiderohet ligji nëse nuk është në harmoni me kushtetutën. Po jo, kushtetuesja i ka thonë seancës konstitutive si akt kushtetues. Rrjedhimisht e ka konsideruar si ligj. Po, akt kushtetuese për ata ja ka dhënë drejtën që kanë pas drejtë me sfiduar gjykatë kushtetuese. Presidentja është e zgjedhur prej një kuvendi që i kom prezent ka dalë presidentja nuk është 80 vota. Jemi vend presidencial. Me mos i vendime arbitore. Mos di se është e vërtetë kjo. Jo, s'mundet. Gjona dikun, një ligj, një kushtetues që presidentja mund me shpall zgjedhje pa kuvend, atëherë unë sa gjona jo hapi dorën publikisht. Çka duhet me bë sipas temës 30 ditë? Çka duhet me bë kolegë? Çka Ale? Jo, çka duhet me bë. Absolutisht. Çdo paragraf gjykata kushtetuese përmend bashkëpunimin me besim. Çdo paragraf. Këto pe harroni ju. Po këto bashkëpunimin me besim, atë çfarë do të thonë? Jemi duke konstatuar gjithë. Nëse s'po merrni vesh për kryetarët e kuvendit, për konstituim, duhet formalisht një marrëveshje në mirëbesim me e shpërban kuvendin. Domthon me votu, me votu me procedura shpejta, po 7 minuti më krejt. Me votu me njëherë shpërbombjet kuvendit. Me u vetë shpërbon. Asnjë version tjetër Kosova nuk e ka. Prandaj Albini din këtu, e ka kopë sistemin pend, pesë sistemin, na është politikisht është interesant për studiust, po është mjerim për shtetin. Amo, Alin, kja shkon kundërshtim me qatë interpretim pra që the vetë gjykata kushtetuese po thot nuk është rregull me shku zgjedhje jashtëzakonshme, duhet mandati 4 vjeçar. Në anën tjetër po thotë që Fitoni nuk e tha, kanë rrugë të mirë me thon, po nuk e tha. Po se som la. Marrëveshja politike e detyron mu bin gjykatën kushtetuese. Po normal që bindet sepse marrëveshja politike din mbi gjitha. E ndryshon kushtetutën? Jo, kushtetuta nuk ndryshon. Amo shiko, 80 vota deputetëve ndryshojnë kushtetues. Shkarkojnë president. Se duhet të lexoj se këtu janë norma, një me ku interpretohen ose nuk thotë që ndaluhen zgjedhjet. Po nuk i rekomandojnë zgjedhjet. Nuk i inkurajojnë. Okej. Tani që kemi interpretime të ndryshme edhe nuk e kemi qartë situatën. E dim një gjë që